Të dashur qytetarë, të nderuar pranishëm, sot dua të flas për të ardhmen tonë të përbashkët, për një të ardhme e cila ndërtohet mbi dy shtylla kryesore e vendimtare: sigurinë dhe begatinë. Pa siguri nuk ka zhvillim, pa begati nuk ka dinjitet, dhe pa të dyja nuk ka shtet të fortë. Le t'ja fillojmë nga e para, siguria. Siguria kombëtare për ne nuk është një koncept abstrakt. Ajo është reale, konkrete dhe e matshme. Së pari, shtrirja e sovranitetit në veri të vendit është një nga arritjet më të rëndësishme të shtetit ton viteve të fundit. Shteti sot është i pranishëm në çdo cep të territorit të tij. Ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Kjo nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e domosdoshme. Dhe jemi krenar që ja dolëm bashk të realizonim atë që të tjerët para nesh e quanin të pamundshme. Së dyti, për të siguruar se nuk ka regres tek arritjet e drejtanishme. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin për ushtrinë, duke forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe duke e bërë forcën e sigurisë Kosovës një ushtri me armatim modern. Këto janë arritje konkrete të cilat e rrisin sigurinë e qytetarëve tonë dhe besueshmërinë e shtetit tonë. Por natyrisht ne nuk ndalemi këtu. Në mandatin që na pret, do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund të na sulmoj, të mendoj 2 herë, e kur mendon 2 herë e lën krejt. Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore. Do të fillojmë programin programin e rezervës vullnetare në kuadër të planit për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Secili e secila që don t'i dalë në mbrojtje vendit ton do të përfshihet në trajnimin bazik ushtarak dhe do të ketë armën e rezervuar personale të ruajtur në kazermë. Dhe në rast të mobilizimit, secili e secila do ta di vendin se ku duhet lajmërohet për të marrë armën dhe cilat detyra do t'i ketë. Mirë po, siguria kombëtare. Mirë po, të nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji. Pa energji të qëndrueshme nuk ka ekonomi të fortë.
e pa ekonomi të fortë nuk ka pavarësi e sovranitet të qëndrueshëm. Andaj, krahas investimeve që po bëjmë në energji të ripërtrishme, për ta ulur ndotjen, ne do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, duke i shfrytzuar edhe resurset tona të lignitit me teknologji moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do të jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të arrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm. Kur e morëm përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin ton, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Sot me punë të ndershme dhe politika drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërka që projektojmë që vitin ardhshëm bruto produkti vendor të arrijë 12 miliardë euro. Për secilin vit të qeverisjes ja kemi shtuar nga 1 miliardë euro ekonomisë së vendit tonë. Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejt për drejt në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia do të vazhdoj me rritjen, me trendin e njëjtë e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet. Pikrisht duke u rritur ekonomia e vendit ton, me neve në mandatin ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banori do ta tejkaloj vlerën 10.000 euro. Paga minimale do të vazhdoj të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë gjatë këtij mandati, kur pagën minimale që e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, në vitin e ardhshëm e sjellim në 500 euro dhe në 425 euro qysh me 1 janar 2026. Ky trefishim i pagës minimale është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit. Edhe paga në sektorin publik gjatë mandatit ton kanë shënuar rritje mesatare prej 47% dhe kjo rritje do të vazhdoj edhe në mandatin që vjen në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Ju e dini që pensionit i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin ton shtetin e parë në rajon
ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdojë bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale. Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shërimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërka që mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. Pra, në mandatin e tanishëm nga 0 në 45 euro dhe në mandatin e ardhshëm nga 45 në 90 euro për fëmijë. E të dashur qytetar, me këtë rritje do të lëm prapa edhe disa vende të Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i nisëm shtesat me 107 euro në muaj, pastaj i rritëm në 325.9 euro si vjet, ndërka që në fillim mandatit ardhshëm do t'i bëjmë 500 euro në muaj për 6 muaj, sepse aq do të bëhet edhe paga minimale në vendin tonë. Pra, 6 muaj nga 500 euro bëjnë 3.000 euro për secilën nën lehon të papun, përveç shtesave mujore për fëmijët që jipen në emër të nënës, përkatësisht në gjiro llogaritë të nënës. Kjo pra, të dashur të pranishëm, është politika jonë, familja në qendër të zhvillimit e të mirëqenjes. Begatia e shtuar për çdo familje nënkupton begati për ekonominë dhe për shtetin. Më shumë të ardhura do të thotë më shumë konsum, më shumë prodhim vendor dhe më shumë vende pune. Prandaj ne do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Kjo është mënyra se si i vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore në vlerë prej 50 milion eurosh për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trepçën do të rikthejmë në funksion të zhvillimit përmes investimeve të reja strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Ekonomisë sonë do t'ja shtojmë edhe turizmin dimror si komponentë të rëndësishme zhvillimi. Do t'investojmë 500 milion euro në projektin madhor të Brezovicës, si dhe në rezortin e ri të skijimit në Dugagjin në Bjeshtë të Rrugovës, duke i shndruar këto zona në destinacione të rëndësishme turistike, rajonale dhe evropiane. Në sport
do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin e 20 stadiumeve të futbollit në 18 komuna të Kosovës, anë mban Republikës, për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive për të rinjtë tonë dhe lojrat mesdhetare 2030. Të gjitha këto projekte infrastrukturore nuk janë thjesht pika në hartë apo shifra në buxhet, ato janë mjete që lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin tonë me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unazën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren, nga Banulla në përshtimë e në qafë Dulës dhe magistralën e Dugagjinit, nga Istogu, në Pej, në Deçan, në Gjakov e deri në Prizren, ne po ndërtojmë infrastrukturën që jep hov e kuptim zhvillimit ekonomik, që e shpërndan begatin në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Mirë po rrugët, stadiumet, digat, kapacitetet energjetike dhe investimet industriale janë vetëm mjete, vetëse mënyra. Ajo që ka rëndësi është qëllimi, synimi, një shtet që punon për qytetarin, një ekonomi që krijon vlerë dhe një shoqëri që ecën përpara pa lënë askënd prapa. Prandaj, të gjitha këto që përmenda nuk janë premtime të izoluara, janë pjesë e një plani të qartë, të strukturuar dhe të realizueshëm, të ndërtuar mbi përvojën e këtij mandati dhe mbi rezultatet që tashmë i kemi dëshmuar si qeveri e mbarë dhe e mirë. Të dashur qytetar, ky është vizioni ynë. Por përveç se vizioni ynë, kjo është edhe ftesa jonë, është thirrja jonë që të ecim bashkë me besim dhe vendosmëri drejt një të ardhme më të sigurt e më të begat. Sot para jush nuk vim me premtime për të harruar, por me zotime për të jetuar. Kjo qeveri nuk matet me fjalë të bukura, por me punë që lën gjurmë të thella. Para jush nuk sjellim një listë dëshirash, por një plan që njeh realitetin dhe avanson atë. Mandati që kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Andaj, më lejoni të nderuar pranishëm që në vijim të paraqes sa më detajisht zotimet tona për mandatin e ardhshëm. Për prodhimtarin dhe ndërmarrësin do të veprojmë përmes bankës zhvillimore, programi 1 miliard euro në prodhim dhe ndihmë bizneseve që do të mbështetet tek projekte strategjike dhe prioritare të industrisë, përfshirë atë kreative me financim të drejt për drejt të kompanive. E përveç kësaj, investitorët do të kenë mundësi të përfitojnë edhe nga skemat e subvencionimit të pagave. Bizneset të cilët realizojnë investimet të reja do të përfitojnë nga amortizimi i përshpejtuar. Kjo do të thotë që një pjesë më e madhe e vlerës së investimit amortizohet në vitet e para të prodhimit. Përqendrimi i amortizimit në fazën fillestare të investimit i zbret detyrimet tatimore në këto vite. Si rezultat, bizneset kanë më shumë mjete financiare në dispozicion kur kostot e prodhimit janë më të larta. Kjo mas e përmirëson likuiditetin në periudhën më të ndjeshme të investimit dhe e bën më të lehtë nisjen e tij. Për shembull, një biznes që investon në makineri të reja mund të paguaj më pak tatim në vitet e para dhe t'i përdor mjetet për paga, lënë të parë apo zgjerim të prodhimit. Sektori privat, bizneset
do të jenë në fokus të qeverisjes sonë për herë. Të gjithë ju e keni parë qysh shtetit ja kemi kthy terminalet doganore, ashtu që të mos ketë më kosto zhvotëse për tregtit jashtme. E në pranverë të vitit që vjen, të gjitha terminalet doganore do të jenë publike pra të shtetit. Nisim me njëherë. Nisim me njëherë me arkat fiskale digitale, duke hequr barrën e panevojshme për bizneset. Punën e mirë do ta vazhdoj me sistemin e ri digital të faturës elektronike Business, i cili do të mundsoj mbikëqyrjen kohë reale të detyrimeve të TVSH-s, por edhe rimbursimin automatik e pa procedura të stërзgjatura. Më pak kontrolle për bizneset e lehtësi për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, për ta mbështetur likuiditetin e bizneseve, mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi, do ta zhvendosim nga kufiri në brendi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do të zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë bizneset për TVSH-n e brendshme. Për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian, do ta heqim taksën doganore prej 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët në blerjen e veturave. Ne kemi qenë e do të jemi qeveria që është angazhuar më shumë për programe e projekti inovacioni dhe për mbështetjen e sektorit të teknologjisë së informacionit. Këtë mandat do ta nisim valutën digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa. Krijimi i valutës digjitale nxit inovacionin dhe ekosistemin e inovatorëve. Me këtë e vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. E për kompanitë në fushën e teknologjisë së informacionit që po tregohen teje të suksesshme, nga ky sektor e kemi prafërsisht 6% të bruto produktit vendor dhe që po e rrisin punësimin me progresion geometrik, do ta ideojmë dhe ndërtojmë një tech tower, një kull të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, një tech kull si investim publik në qendër të kryeqytetit, se do të ofrojmë mbështetje për hapësira e objekte në qytetet kryesore. Do të largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimeve si shpenzime të zbritshme. Transporti publik në vendin tonë është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim. Do të fillojmë me jetësimin e programit Anë Mban. Do të krijojmë pra një rrjet të integruar transportit publik në tërë territorin e shtetit. Fillimisht për trafikun urban, NVM edhe për trafikun ndërurban. Do të ketë bilet mujore të integruar, secili shfrytëzues do të mund të udhtoj Anë Mban Kosovës pa pasur nevojë për bileta të tjera dhe duke përdorur vetëm transportin urban dhe ndërurban. Bileta do të jetë subvencionuar dhe me kosto minimale për shfrytëzuesit.
Synimi ynë është që me një kostot përballueshme, prej 10 euro në muaj, secili të ketë mundësi të shfrytëzoj programin anën ban e të udhëtoj Republikës sonë cep më cep. Krahas nismave që ndërmorëm gjatë qeverisjes, do të shtojmë përpjekjet edhe programet që e fuqizojnë pjesëmarrjen e mërgatës në vendin tonë. Përmes dritarës për investimet diasporës, do të mbështeten ndërmarrës nga mërgata, deri në 100 milion euro investimet që bëhen në Kosovë. Shteti i Kosovës do të jetë garanci për investimet e mërgatës, për gjitha kredit që marrin për investimet e tyre këtu, shteti i tyre do të shërbej si hipotek për ta. Kemi kryer të gjitha obligimet, të cilat i paraprin integrimit të Kosovës në SEPA, Single European Payment Area. Kështu do të krijohen lehtësi të mëdha për transferet e parave në Kosovë dhe tani po presim zhbllokimin nga gjykata kushtetuese të këtij ligji. Me antarësimin në SEPA, rreth 60 milion euro i kursen Kosova të parave të diasporës sonë. Dhe ka një vit që ky ligj ngelet në sirtarët e gjykatës kushtetuese. Por dashur qytetarë, të nderuar mërgjimtarë, ta dini që për 60 milion euro që i kursejmë në vit me SEPA, i bie që në vitin 2026, për çdo muaj që na e vonon atë gjykimin gjykata kushtetuese, i humbim 5 milion euro. 5 milion euro humbin për çdo muaj. Rrjedhimisht edhe një herë thirrje gjykatës kushtetuese, mos na e vënoni SEPA-n se 60 milion euro i kursejmë brenda vetëm një viti. Mësimi gjuhës shqipe me kurrikul të dedikuar për fëmijët e familjeve që jetojnë e punojnë jashtë vendit është prioritet i yni çdo herë. Sbashku me Shqipërinë, sigurohemi që të mbahet mësimi i gjuhës shqipe në gjitha shtetet ku ka komunitet të madh shqiptar. Do t'i digitalizojmë plotësisht shërbimet konzullore. Çdo pjesëtar i mërgatës tonë nuk do të ketë më nevojë për shumë shërbime administrative të paraqitet patjetër fizikisht në konzullata e në ambasada dhe në fillim të mandatit do të mundësohet kthimi me automatizëm i shtetësisë për mërgatën. E për bashkëdhetarët tonë, për shërbimin tonë të jashtëm, për rejtingun e shtetit tonë, në mandatin që shkoj, 5 ambasada i kemi blerë, e në mandatin që vjen, po ashtu do t'i blejmë edhe 5 të tjera, që të mos paguajmë qirat të shtrejta dhe të kemi përfaqësi dinjitetshme. Ju e dini dashur qytetarë që kemi mbështet familjet nga subvencioni energjisë elektrike te shtesat e fëmijëve e për mandatin e ri, po e shtojmë një program të ri për gjyshrit e secilës familje që ka fëmijë. Në kuadër të mbështetjes për familjen do të arrisim skemën e mbështetjes sepse gjyshërve pensionist që kujdesen për nipat dhe mbesat në rastet kur të dy prindrit punojmë, do t'ju japim 100 euro shtesë për çdo muaj mbi pensionin ekzistues, sepse të gjithë nipat e mbesat e mosës së shtyr, të gjithë nipat e mbesat prej 13 deri në 36 muaj, kur të dy prindrit punojnë, duhet ta kenë jo vetëm kujdesin e gjyshëve e të gjyshëve, por edhe kujdesin e shtetit ndaj gjyshëve e gjyshëve. Përveç se dëshirojmë të arrisim mirëqenjen për pensionistët gjyshër, ky program synon ruajtjen dhe përforcimin e familjes, duke sjellë më afër
3 gjeneratat e një familje dhe njëkohësisht mundëson që edhe gratë më shumë, më shpejt, më lehtë të integrohen në tregun e punës. Paralelisht masave që mbështesin vajzat në studime, gratë në biznes, nënat me fëmijët, artistët dhe sportistët mandatin e ri, që në 6 muajt e parë do të startoj me programin e ri për punësimin e grave apo superpuna për gratë. Ky program do të garantoj për 6 muaj pagën minimale që nga viti i ardhshëm pra do të jetë 500 euro. Programi dedikohet grave që duan të kthehen në tregun e punës, pra për bizneset bëhet e levërdishme të punësojnë gratë, sepse pagën e paguan shteti për 6 muajt e parë, kurse për gratë bëhet më e lehtë të gjejnë punë. Ky model është dëshmuar i suksesshëm me të rinjt dhe andaj po e zgjerojmë edhe për gratë. E paga minimale, me qenë se do të bëhet 500 euro, kjo do të thotë që ajo nuk do të tatohet e nënkupton se për biznesin e vogël individual 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi. Me trendin aktual, paga mesatare në sektorin publik e kalon 1.000 euro në mandatin e ardhshëm, duke pas parasysh që mandatin që sapo e mbyllëm, buxheti për paga, krahasuar me siç e kemi gjetur, është 47% më i lartë. Por jo vetëm kaq, jo vetëm që po e rrisim buxhetin për paga në sektorin publik, por edhe po e zvoglojmë pabarazin në paga. E kemi gjetë 20-1 raportin e pagës më të lartë me pagën më të ulët dhe e kemi zbritur në 4-1. Edhe janë rritur pagat, edhe është zvogluar pabarazia. Do të themelojmë fondin e sigurimeve shoqërore. Kësaj mbulohet pagesa për pushimin e Leonis, edhe pushimin prindëror për nënën, por edhe për babain në rast marrjes pushimit. Fondi do të mbuloj edhe pagesat në rast të humbjes vendit punës, nuk do të lejoj më që ata që e humbin punën pa pritur të mbeten pa asnjë përkrahje. Për drejtat e punëtorëve dhe sigurinë punë, përveç kësaj që tham, në mandatin e ri do të arrisim sërish numrin e inspektorëve deri në 200 inspektor të punës. Në vitin e parë të qeverisjes son e hoqëm pagesën e studentëve duke bërë falas shkollimin në universitetet publike. Ne kemi një seri programesh të bursave të bazuara në merita dhe prioritete strategjike shtetërore të cilat i kemi aplikuar gjatë mandatit që po përfundon. Tashmë me qeverinë e detyrë e kemi realizuar zotimin tonë për bursat e mobilitetit dhe mbështetjen për gjithë studentët. Merrni me mend, dashur qytetarë. Në janar e kena bërë premtimin për kurti 3, të cilin tashmë e kemi realizuar në kurti 2.5. Me këtë programin e ri, mobiliteti për student, që ka vlerën hekuran diku rreth 20 milion euro, mbështeten gjithë studentët në nevojë të cilët kryejnë studimet në një lokacion tjetër nga ai ku jetojnë. Studentët që kualifikohen për programin e bursës mobiliteti për student, për çdo muaj do të marrin një bursë varësisht nga distanca që ka vendi ku studiojnë me vendin ku jetojnë. Sa më larg që u duhet të studiojnë, aq më shumë do të përfitojnë. Pra, nëse dikush nga Juniku në vend Senpej studion në Gjilan, do të përfitoj më shumë. Nëse dikush nga Sharri në vend se në Prizren studion në Prishtin, do të përfitoj më shumë. Nëse dikush nga Kashaniku në vend se në Ferizaj shkon e studion në Mitrovic, do të përfitoj më shumë. Pasi që rritëm mbështetjen për studentët në universitetet publike dhe për studentet vajza e granë STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, mbështetjen me bursa do ta zgjerojmë edhe për studentët që vijojnë studimet në shkollimin
universitar jo publik, pra në për kolegje private. Për këtë do ta dyfishojmë buxhetin e ndarë për bursa nga ai që kemi aktualisht. Do të vazhdojmë me prioritet të lartë mbështetjen për edukimin e hershëm. Vendi ynë i ka 108.000 fëmijë prej moshës 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes përfshirjes tyre në qerdhe publike, do të fillojmë edhe me sistemin e bonove. Për ata prindër që vendosin t'i dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi është që në ciklin parafillor të jenë të përfshirë të gjithë fëmijët të moshës 5 e 6 vjeç. Aktualisht në vendin tonë janë rreth 20.000 fëmijë të tillë që të gjithë ata do të jenë në qerdhe publike ose jo publike. Për diplomuarit në fushën e pedagogjisë, hyrja në profesion do të bëhet pas licencimit në nivel shtetëror të çdo diplomuari në rast aplikimi për mësimdhënës në nivelin parauniversitar. Ndërkaq licencimi i avancuar i mësimdhënësve në nivelin sipror do të shoqërohet me rritjen e pagesës për ta. Do të vijojmë dhe thellojmë procesin e rishikimit dhe rivlerësimit të gjitha teksteve shkollore, sepse disa prej tyre kanë cilësi të dobët në pjesë të saktuara, e disa kanë edhe defekte faktike apo logjike. Nga gjuha e matematika që i rishikuam tani më, do të vijohet me gjitha tekstet e tjera për gjithë arsimimin parauniversitar. Si dhe për disa lëndë, do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Mësimi plotësues po përgatitet si program i veçantë dhe i shtrirë në gjitha shkollat e vendit. Me të nis vala e re për transformimin cilësor të mësimdhënies në shkollat tona. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën. Ato do të jenë të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale, sepse të dashur qytetarë, në për universitetet tona kemi nevojë të na vinë student më të mirë. Student më të përgatitur se sa që aktualisht shkojnë. Në fokus të mandatit të ardhshëm do të jenë shkollat e mesme dhe gjimnazën, në mënyrë që universitetet të mos jenë si shkollat e mesme duhet t'i bëjmë gati për universitete evropiane në vendin tonë. E programi i ri për ngritjen e madhe të cilësisë në arsimin e mesëm u jep mundësi profesionistëve me doktoratura apo edhe vetëm magjistratura dhe me kualifikim sipror në përgjithësi që t'japin mësim në shkollat e mesme anë kënd. Ata që kanë magjistruar ose doktoruar nuk është e thënë të bëjnë veç se karrierë profesionale akademike, por të bëhen edhe mësimdhënës cilësor në shkollat e mesme e gjimnazet e tona. Për çdo profesionist të tillë që konkuron e që pranohet si mësimdhënës në shkollat e komunave më të largëta do të ketë bonus të veçantë. Pra, një doktor shkence, një magjistër nga Prishtina, Gjakova, Peja, Ferizoj, Gjilani, Mitrovica, që shkon në fshatra më të largëta, të Rugovës, të Shalës, të Sharrit, Karadokut, Drenicës, kudo që shkon t'jap mësim në përfshatra që janë anashkaluar këtë qerek shekullit çlirimit, do të marrë bonus të mirë në pagën për mësimdhënie në shkollat e atyre fshatrave të larta. Do të nisim programin e mësimit gjithditor me artin, sportin dhe mësimin digital në gjitha shkollat e vendit, do të ndajmë buxhet, do të krijojmë kushtet duke organizuar e përgatitur paraprakisht për mbajtjen, infrastrukturën dhe burimet njerëzore. Për fëmijët me nevojat veçanta, do ta kemi programin e zgjeruar të ndihmës në shkollë me logopedin,
psikologun, aktivitetin sportiv dhe aktivitetet e veçanta rekreative. Për arsimin dual e profesional, do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimimin profesional dhe arsimin dual për qasjen tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimin dual në përgjigje të kërkesave të industrisë, duke ju bashkangjitur atyre 16 profileve aktuale në të cilën tashmë ndodhen ose i kanë përfunduar gjithsej 2300 nxënësa. Në arsimin profesional do të vijoj forcimi me investime në mjete mësimore, marrëveshje me industrinë dhe fushat ku përgatiten nxënësit. Digitalizimi i certifikatave dhe materialeve shkollore dhe finalizimi i një platforme të centralizuar digitale për menaxhimin e shkollave, ditarëve dhe materialeve shkollore digitale janë hapat tonë të radhës. Klasat e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrim internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar së bashku me qasjen falas në internet. Do të mbështesim gjithnjë më shumë programet e kërkimit shkencor në universitete publike. E në mandatin e ri, universitetet publike do të profilizohen si do të filloj planifikimi për buxhetimin e bazuar në vlerësim të performancës. Duhet ta dim universitetet publike në Kosovë se për çfarë drejtimesh janë shumë të mira e për çfarë janë më të mira se sa universitetet e tjera. Në qendrën e studentëve të Universitetit Hasan Prishtina do të ndërtojmë një konvikt të ri dhe 3 salla të reja për bibliotekë universitare për brenda qendrës së studentëve. Çdo qytetari yni do të jetë i arsimuar e i edukuar, por për këtë na nevojitet edhe shëndeti i siguruar për njerëzit e vendit tonë. Prandaj, secili do ta ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit të kujdesit parsor shëndetësor. Prej vitit 3 fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrje shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit, tash e tutje, secili e secila do të ketë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi që njihet si check-up do të parandaloj, ndihmoj dhe mbështes çdo rrezik që na vjen nga problemet shëndetësore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore, që po ashtu ndodhet në sirtar të gjykatës kushtetuese dhe pas kompletimit të sistemit informativ shëndetësor, hapet rruga drejt funksionalizimit përfundimtar të sistemit të sigurimeve shëndetësore. E në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Nga punët e para në këtë drejtim do të jetë shërbimet mjekësore onkologjike në të gjitha spitalet e përgjithshme. Kështu të sëmurët do të kursehen nga udhëtimi e mundimi, krahas tyre do të jenë edhe ato të dializës aty ku ende nuk jipen. Për këtë do të investojmë në çdo spital rajonal në pajisje, shërbime të reja dhe infrastrukturë moderne. Konkretisht do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic dhe në Ferizaj. Poliklinika të reja specialistike do t'i ndërtojmë në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec e Leposavić, e kush dëshiron të ta shohë se si duken ato, shkonim Podujev e keni të përmbyllur. Gjithashtu do t'i hapim poliklinikat specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që mbulojnë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Dhe lista e rimbursueshme barnave fillon për herë të parë duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me barnat jashtëspitalore. Për listën esenciale të barnave do të sigurojmë shtimin e buxhetit deri në 100 milion euro, ndërkohë që e kemi gjetë më pak se çerekun e kësaj, vetëm 24 milion euro.
Tashmë e kemi unifikuar çmimet e barnave në të gjithë territorin e vendit, pra me çmime po ashtu të përballueshme. Të dashur qytetar, mandatin që po e përfundojmë, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon dhe për këtë dëshmitar i kemi mbi 120.000 fermer bujqe blektor që përfituan mbi 300 milion euro grante e subvencione. Më e rëndësishmja është që subvencionet kanë shkuar të gjitha te fermerët dhe janë dalur abuzimet e shpërdorimet të cilat mbizotronin në të kaluarën. Me qeverinë tonë, subvencionimi për 1 hektar kultur të drithrave grur është 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime është 600 euro. Para ardhjes tonë në qeverisje, a dini sa shtalla të baktive i ka ndërtu shteti? Para ardhjes tonë në qeverisje, 0. Për 4 vjet, 103 shtalla. Kanë përfitu prej 50.000 deri në 80.000 euro për shtallë, e ka edhe shtalla 100.000 euro nga shteti për blektorët tonë. Dhe jo vetëm kaq, para 5 viteve kur kam qenë fushat, çmimi i litrit qumshtit që blektorët tonë e qonin në vend grumbullim ka qenë vetëm 18 cent. Blektorët të mërzitur në fytyra e me lot në sy na thoshin veç gjyna se nuk kam hesap me hip në traktor e me e qumë vend grumbullim se s'shkojshin as mja u morë. 18 cent litri. Dhe çfarë kemi bërë ne aso kohë? Ne e thamë, le ta rrisim këtë si premtim tonin për 50%. Në vend të 18 cent litra e qumshtit blektorëve, ne do ta sigurojmë që do të shitet 27 cent. A e dini sa është sot? 54 cent. 2 fishi premtimit ton, 3 fishi gjendjes që e kemi gjetë para 5 vjetëve. Prandaj do të vazhdojmë edhe mëtej, mandatin e ri për qëndrimi do të jetë te rritja e produktivitetit. Pra, jo vetëm rritja e prodhimit, por rritja e produktivitetit për brenda rritjes. Dhe gjithashtu të konkurrueshmërisë përmes mbështetjes së investimeve në teknologji e rrjetëzim të mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. E kemi subvencionuar akcizën e naftës dhe tash po bëhet e mundur nisja e skemës që siguron prodhimin bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Nuk ka për të pas më rënim të ekonomisë fermerit, as pritje për vlerësime, për dëmshpërblime, por sigurim të strukturuar për prodhimin bujqësor. Gjitha prodhimet e fermerëve tonë do të përkrahen po ashtu në standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar e i certifikuar me treg të garantuar për shitje. Prodhimet tona certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj në vend dhe në Bashkimin Evropian, do të hapim mundësinë për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Me këto fermeri nuk do ta ketë ngarkesën dhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit në kohë të shkurtë. Do të përgatitet mirë dhe në sektorin që ka përvojë dhe treg për shitje. Vëmendje shtesë do të ketë zgjatja e sezonës prodhuese, vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor. Do të kemi grante për fermer të papërkrahur, do të përkrahim fermat e fermerëve me grante të vogla për të bërë më rentabël, duke bashkëpunuar, standardizuar, grumbulluar, përpunuar dhe kontraktuar prodhimin me blerësin. Do të krijohet mundësia për aplikim për subvencione nga shtëpia online. Pas eliminimit të 10 dokumenteve, ditëve të humbura për aplikim për subvencione, që në vitin e 2 të mandatit ton, pra në vitin 2027, do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Kësaj lloj secili e përcjell online e me telefon procesin nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Karta e fermeri do të jetë me identitet dhe integritet të mbrojtur e sigurt në blerje të inputeve, marrje të këshillave, marrje të subvencioneve, qasjen financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve,
plehrave e farave është e duhura dhe e sakt në sasi e në cilësi për secilin fermer për çdo kulturë që posedon ai ose ajo në ara. Kështu eliminohen dokumentet për institucionet publike, private, karta e fermeri gjurmon e standardizon procesin për certifikim, duke filluar nga drejtoritë komunale, barnatoret bujqësore, trupat certifikues e deri te bankat. Do të bëjmë rehabilitim e modernizim dhe zgjerim të sistemit të ujitjes për bujqësinë dhe jo vetëm. Aty ku ka sistem aktual, do të rehabilitohet dhe modernizohet, aty ku mungon ai, do të planifikohet shtrirja së bashku me rregullimin e formës parcelave dhe ofrimit rrugëve rurale dhe drenazhimit. Krahas investimeve në diga, do të shtohet intensiteti i investimeve në sisteme treja dhe eficiente të ujitjes. Me sisteme funksionale treja të ujitjes, fermeri punon dhe investon në kultura rentabile. Kësaj ferma kthehet në ekonomi prodhuese që siguron tregun vendor dhe gjithashtu i rrit eksportet jashtë vendit tonë. Sa i takon fshatrave e dim që kanë shumë probleme me kanalizim. Zgjidhja që adreson me efikasitet këtë problem madhor janë impiantet e vogla. Çdo fshat i madh me grupe fshatrash do të kenë impiantet e tyre të trajtimit të ujrave. Puna me impiantet e vogla do të fillojë nga kanalizimet pranë rrjedhave të lumejve dhe burimeve ujore, sepse kjo është domosdoshme për shëndetin publik, për mjedisin e pastër dhe për lumej të pandotur. Mbrojtja nga përmbytjet që po ashtu është e lidhur me mungesën e kanalizimeve do të adresohet me aksionin për riparimin dhe ndërtimin e argjinaturave të lumejve. Të dashur qytetarë, përballueshmëria e çmimeve, pavarësia energjetike dhe ndikimi në shëndet janë parsorë në politikën tonë energjetike. Prandaj Kosova do ta ketë një miks të gjenerimit të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era e diellit. Termocentrali Kosova B do të modernizohet, ndërka që termocentrali Kosova A do të rehabilitohet thellësisht, ashtu që të rritet siguria e furnizimit dhe të ulet ndjeshmëria ndaj krizave eventuale nga jashtë. Deri në fund të mandatit qeverisës do të përfundoj modernizimi i termocentralit Kosova B dhe vendosja e filterëve për të ulur ndotjen nga pluhuri dhe oksidet e azotit, si dhe rehabilitimi i thellë i blloqeve të termocentralit Kosova A. Me këto investime, jetë gjatësia e termocentraleve rritet për së paku 20 vite. Kapaciteti neto rritet për së paku 40%. 855 MW krahasuar me 610 MW para investimeve. Dhe natyrisht zvoglohet ndotja shumëfish. Paralelisht, gjatë mandatit do të shtohen kapacitetet të burimeve të ripërtrishme të energjisë, kapacitetet nga era do të rriten më shumë se 2 fish, në 305 MW nga 135 MW sa janë tani. Kapacitetet diellore fotovoltaike do të rriten më shumë se 8 herë, në 250 MW nga 30 MW sa janë tani. Implementimi i sistemit baterive, 170 MW kapacitet energjetik, kapacitet i cili kur qëndron 2 orë përbën energji për 340 MW orësh, do të arrisë fleksibilitetin e rrjetit dhe do të ofroj 2 përfitime strategjike. E para, zbritje e kostove të shërbimeve ndihmëse dhe rritje stabilitetit të rrjetit, dhe e dyta, mundësi për arbitrazh përmes mbushjes baterive gjatë orëve jashtë pikut kur prodhimi vendor është i lartë dhe përdorimi i energjisë akumuluar gjatë orëve të pikut
duke optimizuar kësaj kostën dhe sigurinë e furnizimit. Mas largu, deri në fund të mandatit të ardhshëm, si rezultat i investimeve që i përmenda, kapacitetet e instaluara të energjisë elektrike do të rriten për më së 70% ose 100% duke përfshirë baterit për ruajtje të energjisë. Kosova do të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike. Eksporti i energjisë elektrike në raport me konsumin do të tejkalojë 30%, ndërkohë që për konsumatorët e shërbimit universal, pra familjet dhe bizneset e vogla, më pak se 7% e konsumit do të importohet. Pjesëmarrja e burimeve të pastra të energjisë në konsumin total të vendit ton do të jetë më shumë se 2 fishim, pra rreth 20%. Në fund mandatit, Kosova do të ketë themelet për një sistem energjetik modern, qëndrueshëm, konkurrues në rajon dhe nivel të lartë të integrimit rajonal. Ndërkaq në vitin 2030, tregu Kosova do të integrohet në tregun evropian të energjisë elektrike e të mos harrojmë që ndërkohë natyrisht jemi në Alpex, në tregun regulativ bashkë me Shqipërinë, pasi që kemi dalur nga bloku regulativ me Malnezi, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Do të intensifikojmë pra bashkëpunimin për ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta me Shqipërinë. Do të ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, me qenë se një pjesë e madhe e energjisë elektrike në kohën e pikut shfrytëzohet pikërisht për ngrohje, ndërkaq do ta dyfishojmë kapacitetin e mbulueshmërisë së ngrohjes qendrore në kryeqytet në Prishtinë. Gjatë mandatit do të përfundoj 2 fishi kogjenerimit në termocentralin Kosova B, projekti ngrohjes qendrore në Biliq dhe ngrohjes qendrore solare në Prishtinë dhe do të fillojnë projektet për ngrohtore qendrore në qytetet e Gjilanit, Ferizajit, Prizrenit, Pejës, Mitrovicës, Fushë Kosovës, Podujevës dhe Lipjanit. Me hyrjen në funksion këtyre sistemeve, nevoja për ngrohje me energji elektrike dhe rrjedhimisht edhe për import të energjisë elektrike do të ulet dukshëm. Ndikimi në ambient do të jetë shumë fisht, duke ulur ndotjen e ambientit nga djegja e drurit e qymyrit, nga familjet e bizneset, si dhe në prerjen e pyjeve. Do të vazhdojmë investimet në eficiencë të energjisë me vlerë 150 milion euro për familjet që kanë nevojë për përkrahje për të izoluar shtëpitë e tyre e për të siguruar kushte më të mira për nxënësit në shkolla, për pacientët në spitale, për sportistët në salla, për zyrtarët në ndërtesa publike e të tjera. Kësaj sigurojmë kushte jetese më të mira, ngrohje me çmime më të përballueshme dhe lehtësim të ngarkesës në rrjetin elektroenergjetik. Do t'i rinovojmë 400 ndërtesa publike të administratës qendrore dhe të komunave si shkolla, salla sporti, institucione shëndetësore e kështu me radhë, dhe do të përkrahojmë financiarisht së paku 8.000 familje për të izoluar shtëpitë e tyre ose për të bërë investime të tjera në eficiencë të energjisë. Do të nisë renovimi banesave shumëkatëshe në komunat Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Podujev dhe Gjakov. Do të përkrahim bizneset migrante për sisteme solare dhe eficiencë të energjisë, për investime sikurse që janë izolimi termik i objektit, pajisje eficiente ndriçimi, pajisje prodhimi, pajisje frigoferike, sisteme eficiente të ngrohjes e të ftohjes e sisteme inteligjente të menaxhimit të energjisë. Sa i përket sektorit minerar, që është shumë i rëndësishëm për ekonominë kombëtare e për sigurinë e shtetit, do të themelojmë një partneritet strategjik për hulumtimet dhe investimet e përbashkëta në sektor. Trepça do të jetë në qendër sektorit, ndërkohë që hulumtimet dhe investimet do të zgjerohen edhe në për zona tjera me potencial të lartë. Në Trepç, të dashur qytetarë, në Trepç
në Trepç si bashkë investitor do ta inkuadrojmë një korporat private në fushën e minjerave me përvojë të gjatë në bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar e që vjen nga një prej vendeve të fuqishme mike. Shteti ynë dhe një korporat e një shteti të fuqishëm mik bashkë në Trepç për zhvillim, për rritje të prodhimtarisë dhe për lullëzim të fabrikave të reja në zinxhirin e vlerës. E llogarisim fondin prej rreth 50 milion euro që të skanojmë në tërësi burimet tona natyrore dhe të maksimizojmë shfrytëzimin e tyre dhe futjen në ekonomi për zhvillim. Kosova nuk e ka ende një hartë të sakt dhe të plot të burimeve të saj natyrore. A din si bie kjo, dashur qytetar? Kjo i bie sikur të dalësh nga shtëpia pa mundësinë për ta parë veten pasqyrë. Shteti ynë nuk ka pasqyrë. Shikon të tjerët, shikohet nga të tjerët, por nuk e din si duket vetë. Na nevojitet pasqyra, ta dim se sa të pasur e të bukur jemi. Prandaj do ta ndajmë këtë fond që ta dim në mënyrë të plot dhe gjithsesi të hollësishme e të saktë se sa të pasur jemi, ku jemi më të pasur dhe qysh jemi të pasur. Në mandatin e ri do të fillojmë me ndërtimin e lidhjes hekurullore Gjakov-Shkodër në kuadër të hekurullës Prishtinë-Durrës. Do ta projektojmë hekurullën që e lidh Prizrenën e Ferizajin me Gjilanin dhe Bujanovsin. Do ta përfundojmë ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov, autostradën Prishtinë-Gjilan me vazhdim deri te Dheu i Bardh, po ashtu të ndërtojmë rrugën e Dugagjinit, magjistralën e Dugagjinit që lidh pra Prizrenin, Rahovecin, Gjakovën, Deçanin me Pejen e me Istogun. Rruga Dolz-Gjakov, Kijev-Zaaq do të finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit gjitha rrugëve rajonale, po t'i kishim filluar ne nga fillimi, tashmë do t'ishin të përfunduara, por keq planifikimi dhe shpronësimet me sherr në për toka që këta i kanë blerë paraprakisht, ose ju kanë treguar pronarëve paraprakisht se ka i bie rruga, na kanë vënuar kaq shumë pa fajin tonë. Por në mandatin e ardhshëm, një nga një dhe të gjitha këto i përmbyllen. Ndërtimi i portit të Thot në periferi të Prishtinës me gjaz ka fush Kosova e Obiliqi e vendos Kosovën në hartën balkanike të transportit mallrave dhe është një nga projektet madhore që do ta finalizojmë. 2 vitet e fundit mandatit na kemi shënuar rekorde në ekzekutimin e investimeve kapitale, 654 milion euro në vitin 2024, dhe këtë tritëm do ta përshpejtojmë edhe më tutje duke reformuar sistemin e prokurimit publik. Kjo do të mbrihet duke siguruar procese eficiente dhe që sjellin vlerë për para, ashtu që ekzekutimi i investimeve kapitale të tejkaloj 1 miliard euro në vit. Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, asnjë vit pa 1 miliard investime kapitale në Republikën tonë. Pas krijimit të sistemit për gjurmimin e faturave që siguron se çdo faturë paguhet në kohë ndaj operatorit ekonomik, si hap të radhës do ta kompletojmë edhe integrimin e sistemit menaxhimit financave publike në sistemin e e-prokurimit, prokurimit elektronik. Kësaj sigurojmë disiplinën fiskale që parandalon futjen e organizatave buxhetore në detyrime financiare pa pasur mbulesë. Me finalizimin e regjistrimit të popullsisë në dhjetorin e vitit kaluar, tash do të transformohet edhe buxhetimi për komuna. Por ju e dini, dashur qytetar, që buxheti për komuna në vitin e ardhshëm është 867 milion euro.
E në vitin 2021, nga ish qeveria, e kemi gjetë me 547 milion euro. 59% rritje e bugjetit për komunat. E tash e kemi edhe regjistrimin e popullsisë, skema e granteve do të përshtatet sipas dhënave nga regjistrimi i popullsisë dhe granti i 4 pashtu do të zbatohet bashkangjitur skemës së re të ndryshuar të bugjetimit të secilës komunë. Bugjetimi i bazuar në të dhënat mbi popullsinë do të transformojë në mënyrë të pakthyeshme kushtet dhe kapacitetet për ofrimin e edukimit, shërbimeve shëndetësore, investimeve infrastrukturore, urbane e rurale dhe atë teje të rëndësishme në ujësjellsa dhe kanalizime. Lojrat mesdhetare 2030 janë shtylla kyçe e transformimit të Kosovës në epicentër sportive në rajon dhe më gjerë. Pallati i rinisë dhe i sporteve, qendra e studentëve në Prishtinë do të kthehen në hapësira moderne mikpritje, duke vazhduar të shërbejmë qytetarëve për shumë dekada pasi të kenë përfunduar lojrat mesdhetare. Plani për infrastrukturën e futbollit e përfshin stadiumin nacional, qendrën akuatike dhe pishinat gjysmë olimpike, të cilat do të jenë themel i zhvillimit dhe cilësisë, ndërka që palestrat ekzistuese do të modernizohen sipas standardeve ndërkombëtare. Politikat tona do të vazhdojnë të forcojnë sistemin sportiv, se sporti është edhe shëndet, përveç se argëtim, përveç se imazh i vendit ton jashtë, duke u fokusuar në qeverisje drejt, integritet, profesionalizëm dhe barazi për shansa për gjithë. Sport pra i bazuar në merit, llogaridhënie dhe integritet. Financim që lidhet me performancën, planifikimin dhe përgjegjësinë. Keqpërdorimi dhe favorizimi do të luftohen me zero tolerancë. Programi i ri dhe i mbështetur fuqishëm nga qeveria juaj do të jetë mbështetja financiare e klubeve sportive të vajzave dhe klubeve të drejtuara nga vajzat. Sporti modern kërkon ekspertizë multidisciplinare. Sportistët sot kanë nevojë për fizioterapeut, kanë nevojë për psikolog, kanë nevojë për nutricionist dhe për të gjitha këto ne do të kujdesemi. Do të forcojmë kapacitetet e federatave, klubeve dhe institucioneve përmes programeve të specializuara në menaxhimin sportiv, shkencën sportive dhe mbështetje të sportistëve gjatë dhe pas karrierës. Trajnerët janë baza e cilësisë së ngritjes sportit. Do të standardizojmë licencimin, trajnimin dhe avancimin profesional të këtyre përmes programeve shtetërore dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare. Sporti në shkolla krijon hapësira publike për aktivitet fizik, do të vazhdoj e do të zgjerohet. Do të asigurojmë edhe modernizimin e stadiumeve, palestrave dhe terreneve ekzistuese përveç ndërtimit të atyre trejave në gjithë vendit në përputhje me standardet ndërkombëtare, ashtu që sporti të mos jetë vetëm i të rive, po sporti të jetë i të gjitha moshave, për të gjitha komunitetet dhe për të dy gjinit. Përveç se në sport, edhe në art jemi të përqendruar që krijuesit ta kenë mbështetjen e plotë dhe të vazhdueshme. Synimi për mandatin e ri është politika e ekonomisë kreative, industrisë kreative, i shohim si zhvillim ekonomik dhe shoqëror, 200 milion euro për sektorin kreativ që e shndrojnë Kosovën në qendrën rajonale të festivaleve me produkte kreative të standardit ndërkombëtar, si në tregun lokal, po ashtu edhe atë rajonale evropian. Me këtë investim strategjik, vendi ynë bëhet prodhues i konkurrueshëm në fushën e marketingut, arkitekturës, librit, artit skenike vizual, dizajnit industrial dhe të modës, filmit, artizanateve, videolojrave dhe shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. Do të kemi dinjitet dhe mbrojtje sociale për krijuesit. Vendosim kornizë të avancuar ligjore
që e njeh dhe mbron punëtorin e pavarur, i forcon të drejtat e autorit, siguron monetizimin e drejtë të pronësisë intelektuale dhe garanton konkurrencë të ndershme në treg. Aftësim gjatë gjithë jetës për krijuesit, krijojmë sistem programor dhe institucional qëndrueshëm për ndërtimin e kapaciteteve në ndërmarrësi kreative dhe në teknologji të avancuara përmes mikrocertifikimeve dhe rezidencave në institucionet më prestigjioze ndërkombëtare. Përveç Made in Kosova, do ta kemi edhe Kosova krijon. Pra, jo vetëm diçka që është e mbaruar në Kosovë, po edhe qysh krijon Kosova. Një mekanizëm i ri ndërsektorial që koordinon dhe mbështet zhvillimin e industrive kreative, si dhe siguron vendimmarrje dhe politika publike adekuate, të cilat i vënë në zbatim nevojat dhe prioritetet e sektorit kreativ. Do të mbështesim ngritjen e cilësisë produkteve kreative, nxisim eksportin përmes takimeve të rregullta B2B, business to business, dhe pjesëmarrjes në ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare. Do ta themelojmë rrjetin e kinemave publike në rajonet kryesore të Kosovës, krahas bashkërendimit dhe mbështetjes për qeljen e kinemave nga ndërmarrësia. Për krijuesit e performuesit do të vijojmë me mbështetjen e artistëve të pavarur dhe ansambleve rezidente nëpërmjet sigurisë financiare, autonomisë krijuese dhe sigurimit të hapësirave të dinjitetshme për punë. Do të ndërlidhim krijimtarinë artistike me tregun e punës dhe të sigurohemi që prodhimet kulturore të kenë kompensimin e duhur. Të dashur qytetarë, po flas kaq shumë për krijimin, sepse dy gjërat të e transishëm të secili i ri dhe e re janë kujtesa dhe imagjinata. Subjekti është midis kujtesës dhe imagjinatës. Të duhet kujtesë mirë dhe të duhet imagjinatë e bujshme. E pikrisht industria kreative, Kosova krijon, shndrohet në platformë për produktet e kreativitetit nga imagjinata e rinisë sonë. Ajo bëhet ekonomi, ajo bëhet shkencë, ajo bëhet kulturë. Projektet mëdha, si Teatri i Operës dhe Baletit dhe Muzeu i Artit Bashkohor do të bëhen pika referimi global, duke ofruar hapësira denja për krijimtari e bashkëpunime ndërkombëtare. Mandati i parë ishte i shpëtimit të monumenteve, mandatin e ri për trashëgiminë kulturore, nga mbrojtja fizike kalojmë në funksionalizim. Monumentet do t'i vëmë shërbim të komunitetit, të turizmit, pra të ekonomisë. Krahas rrutjes së historisë së fuqizimit të identitetit, trashëgimin do ta kthejmë në kontribues për mirëqenien e shoqërisë. E mos harroni që në këtë mandat që kishim, edhe u zbulua Justiniana Sekunda, dhurata e perandorit Justinian nga shekulli 6 për gruan e tij Teodorën në periferit Prishtinës në Ulpion Graçanizës, por njëkohësisht edhe u zbulua 300 metra larg Shadrevonit në Prizren që kryeqyteti kulturor e historik i Yni është 8 shekuj më i vjetër se sa që kemi pandehur më përpara. Programi për muzet i nisur në mandatin e parë do të zgjerohet në shumë komuna me funksionalizim të muzeve ekzistues e themelim të muzeve të ri. Krahas hartimit të masterplanit, nis puna konservuese në kullat e rezistencës brenda kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz. Trashëgimia shpirtërore do të ketë trajtim të veçantë përmes dokumentimit dhe promovimit. Politikat e konservimit të integruar do të jenë udhërrëfyes edhe i mandatit të dytë, me trashëgimin pjesë integrale të planeve hapësinore dhe zhvillimore. Të dashur qytetar, çështje si prona, trashëgimia, dhuna në familje, divorcet e alimentacioni nuk mund ta presin dekadën për të zgjidhur.
Familjet dhe problemet e tyre duhet të zgjidhen shpejt dhe me efikasitet. Përgjigjja jonë do të jetë themelimi i gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet dhe shpejtësi do t'i trajtojë rastet që qytetarët i adresojnë në gjykata. Do të digitalizohet rrënjësisht sistemi i drejtësisë, nga dorëzimi online i padisë deri te zgjidhja e saj për të gjitha kontestet administrative, civile, komerciale dhe penale, të cilat marrin deri në 5 vite fatkeqësisht aktualisht. E njëjta do të vlej edhe për në apele dhe në supreme. Sistemi do të lidhet me avokatët e prokurorët e gjyqtarët, nga këtu kursejmë kohë dhe financa të çdo familje dhe mbi të gjitha i kursejmë mbi 2 milion euro shpenzime të buxhetit shtetit. Do ta themelojmë prokurorinë e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, me përkrahje dhe model të vendeve që kanë kryer me sukses këtë në Evropë. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për drejtësinë se sa institucioni i hetimit të jetë në nivelin e detyrës në raport me rrjetet kriminale që janë në vimësi të organizuara kundër shtetit dhe të drejtës në tërësi. Zyra për hetime disiplinore do ta ketë një strukturë të re që garanton balans dhe kontroll të efektshëm ndërmjet pushteteve, duke llogaritur që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës do të rrisin llogaridhënien për veprimet e tyre. Zyra do të jetë përgjegjëse për trajtimin e ankesave dhe pretendimeve për sjellje të papërshtatshme nga gjyqtarët dhe prokurorët. Procesi disiplinor do të mund të iniciohet edhe ex officio sipas detyrës zyrtare. Zyra do të kryejë mbledhjen e provave dhe paraqitjen e çështjeve para komisioneve disiplinore në KGK dhe KPK, pra edhe të gjyqësori edhe të prokuroria. Gjatë mandatit të ri do të vëmë punën për rend dhe ligj në gjithë vendin pa kompromis. Krahas luftës kundër krimit të organizuar do të shtohen kapacitetet dhe programet për sigurinë publike. Siguria rrugore, siguria në shkolla dhe policimi në komunitet janë prioritet i mandatit të ri. Do të vijojmë me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të sigurisë me pajisje të specializuara e bashkohore, me shkollim e trajnim si dhe me armatim adekuat. Të dashur qytetarë, do të nisim programin për pensionimin e parakohshëm të shkallëzuar me moshë dhe të shtrirë në kohë dhe sipas profileve, duke themeluar së pari fondin për këtë qëllim. Faza e parë do të nisë nga mosha 63 vjeç, duke zbritur vit pas viti deri në 55 vjeç. Sistemi i gradave në policinë e Kosovës do të përmirësohet po ashtu rrënjësisht. Policëve që në 10 vitet e fundit nuk u është dhënë mundësia për gradim sipas meritës, do të krijohen kushtet që të mund të testohen për 1 dhe 2 grada radhazi një herazi. Pra për policët e Kosovës edhe mundësinë për pensionimin e parakohshëm, edhe mundësinë për ngritjen e përshpejtuar në gradim. Do të avancojmë njësinë e dronëve dhe të antidronëve për të forcuar mbikëqyrjen dhe gatishmërinë për të përballur me forma të reja të rreziqeve të sigurisë, duke ndihmuar në hetime, mbrojtje dhe mbikëqyrje të kufirit, si dhe rritjen e sigurisë publike për gjithë shqiptarët, gjitha komunitetet në përgjithësi. Vendi do të ketë kufi të sigurt dhe të menaxhuar me teknologjitë më të avancuara. Qendra kombëtare për menaxhim të kufirit do të modernizohet për të garantuar sigurinë, lehtësuar qarkullimin e mallrave dhe të njerëzve për të parandaluar aktivitetet kriminale. A jeni lodhur? Shpresoj që nuk jeni lodhur për shkak se edhe pak më rrim në gjys. Hajgore vëboj se jemi në qarikun e fundit.
por seriozisht jemi në fillim çerekut fund. Për ushtrinë tonë, 4 vitet e ardhshme do të ndojmë buxhet mbi 1 miliard euro. Pra, më shumë se 1 miliard bën, më pak nuk bën. Do të thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin ndërkombëtar, bilateral dhe multilateral me shtetet anëtare të NATO-s. Me arritjet që ka ushtria jonë, është koha të përshpejtojmë përgatitjet për antarësim në NATO. Gjatë mandatit të ri do të zhvillojmë dronët ushtarak made in Kosova. Fuqizimi i ushtrisë do të realizohet përmes blerjeve të armatimit, stërvitjes dhe edukimit brenda vendit në bashkëpunim me Shqipërinë dhe në akademitë më të quara ushtarake në vendet partnere. Do ta krijojmë njësinë ushtarake të përbashkët me forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Regrutimi i kadetëve të ri do të vijojë me ritëm të shtuar. Synojmë që brenda mandatit të ri të kemi 1000 gra e vajza ushtarake, pra mos e trefishim të grave e vajzave në ushtrinë tonë. Programi i mbrojtjes gjithëpërfshirëse do zbatohet në gjithë vendin. Në këtë kuadër do ta kemi programin që secili rezervist vullnetar do ta ketë trajnimin adekuat si dhe armatimin në rast mobilizimi. Do të forcojmë edhe më tej marrëdhënie strategjike të vendit me partnerët. Fuqizimi i më tutjetshëm i raporteve me vendet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë prioriteti ynë, e këtë e kemi më të lehtë për shkak se tashmë e kemi ngritur autoritetin e shtetit jashtë vendit. Fuqizimi më tutjetshëm i pasaportës së Republikës së Kosovës në gjitha kontinentet tona, në gjitha kontinentet e botës sonë, është një nga synimet tona krahas arritjes së marrëveshjes dypalëshe për lirimin nga regjimi i vizave. Ky zhvillim do të krijojë mundësi të reja ekonomike, tregtare, kulturore dhe arsimore për qytetarët e vendit. Marrja e statusit vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian do të jetë një nga angazhimet tona kyçe. Dyfishim i rrjetit të atasheve të mbrojtjes dhe shtim i shteteve partnere me të cilat nënshkruajmë marrëveshjet SOFA janë hapa që do t'i ndërmarrim në vijim e të cilat na e parafrojnë edhe antarësimin e plot në NATO. Zgjerojmë dhe i thellojmë marrëdhënie dypalëshe me shtetet mosnjose me theks të veçantë në 4-shën mosnjose brenda NATO-s dhe 5-shën mosnjose në Bashkimin Evropian, pa harru edhe Këshillin e Evropës, ku tashmë kemi kaluar me sukses në asamblenë parlamentare me votën e 82% të delegatëve aty. Fuqizimi i më tutjetshëm i kapaciteteve të shërbimit diplomatik dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për luftimin e dezinformimit që gjenerohet dhe shpërndahet nga aksi i vendeve autoritare në rajonin ton, në Evropë dhe në kontinentet tjera, po ashtu do të jetë preokupim i ynë i përditshëm. Do të hapim edhe më tej Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Shërbimit Diplomatik për kuadrët e reja të vendit ton dhe të mërgatës ton. Do të vendosim rrjetin e atasheve ekonomik dhe tregtar si mekanizëm për identifikimin dhe tërheqjen e investimeve të jashtme dhe gjetjen e tregjeve të reja për eksport prodhimeve vendore, e kjo është posaçërisht e rëndësishme tash që e kemi themeluar Agjencinë për Investime dhe Eksport Kosova Invest. Njëjtë do të veprojmë edhe me rrjetin atasheve kulturor për promovimin e artit dhe të kulturës vendit, duke krijuar mundësi të reja për artistët dhe studentët e artit. Si demokracia më avancuar në rajon, me rritjet vazhdueshme ekonomike, plotësisht e harmonizuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe bardhëse e vlerave të BE-s, vizioni ynë është ta përgatisim vendin për t'i bërë ballë, kjo është e rëndësishme, trysnisë konkurruese të tregut rajonal e atij evropian dhe të ecim përpara në procesit integruese e euroatlantike. Nuk është synimi ynë që me integrimin tonë në Bashkim Evropian të përfitojmë simbolikisht e të humbim substancialisht. Ne dëshirojmë të përfitojmë simbolikisht, por gjithashtu të përfitojmë edhe përmbajtësisht bizneset tona të cilet do të ndërthuren me ato evropiane.
Do të sigurojmë që shteti ynë të jetë pjesëmarrës aktiv, pra dhe i barabartë në gjitha nismat rajonale dhe do të angazhohemi për integrimin ekonomik të plot në tregun e përbashkët rajonal për zbatimin e gjitha obligimeve që dalin nga procesi i Berlinit. Kosova do të jetë edhe më tej plotësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian edhe në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Plani i rritjes Bashkimit Evropian paraqet një mundësi të mirë për përshpejtimin e reformave për integrim evropian. Procesi i integrimit evropian është jo më pak i rëndësishëm se destinimi që do të thotë antarësimi në Bashkimin Evropian. Agenda e reformave për vitet 2025-2028 do të jetë prioriteti ynë për të përfituar sa më shumë fonde nga Bashkimi Evropian dhe për afrim me tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Këto pra të dashur qytetarë, të nderuar pjesëmarrës, deputet të ardhshëm të Kuvendit të Republikës në legjislaturën e 10, janë zotimet tona së bashku me programet e reja që kemi planifikuar për mandatin e ri dhe të cilën do ta kthejmë në një aksion dinamik të gjithanshëm për ta thelluar, pra vazhduar progresin, solidaritetin, drejtësinë dhe forcimin e shtetit tonë. E me ta marrë detyrën në fillimin e vitit ardhshëm, pas fitores së numrit 116, 116, ku janë bashkë Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, këto do të jenë 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri në mandatin e ardhshëm. Vendimi i parë si kryeministër i ardhshëm nga ana ime do të jetë miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliardë euro në vitin 2026. Vendimi i dytë, procedimi i ligjit 3 për çmime tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Në këtë mënyrë, bëhemi bashkë, qeveria juaj si dysheme për mirëqenje e çmimet tavan si garanci për përballueshmëri me çdo situatë në çfarëdo krize. Vendimi i tretë si kryeministër i ardhshëm i imi do të jetë procedimi ndryshim plotësimit ligjit që heq kufizimin e punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që marrin beneficionin. Vendimi i katërt në mandatin e ardhshëm i qeverisë sonë me mua si kryeministër do të jetë miratimi i vendimit për pagesën e pagës së 13 për të gjithë shërbyesit publik që në fillim të vitit. Pra ju e dini që me ligjin për buxhetin, kur e kemi prezantuar në mbledhjet e qeverisë, ne e kemi paralajmëruar pagën e 13 në vitin 2026, natyrisht për fundin e vitit, se numri 13 vjen mas numrit 12. Mirë po, një ndër vendime që do ta marr si kryeministër, i katërti me radhë nga 5 sot numëroj sonte, është që paga e 13 për shërbyesit publik në vitin 2026 të jetë në fillim e jo në fund të vitit. Dhe kjo ka të bëj me mirësinë e qeverisë sonë, jo me bestytninë e numrit 13. Dhe vendimi i 5 është miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro, e cila përmban së pari mbështetjet njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa,
studentët dhe punëtorët e sektorit privat, dhe së dyti, rikthim të skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike, nga e cila pritet të përfitojnë subvencionim të faturave të energjisë elektrike mbi 200.000 familje në Kosovë. Me fjalë tjera, kush kursen shpërblehet, kush kursen shumë shpërblehet shumë. Këto pra të nderuar të pranishëm dashur qytetarë, janë zotimet tona për mandatin e ardhshëm dhe 5 vendimet që do t'i marrë me njëherë me të ribër kryeministër i Republikës Kosovës. E pra, me qeverin tonë, me qeverin tuaj, ne garantojmë siguri dhe begati. Begati dhe siguri. Siguria është edhe kushti, edhe garancia e begatisë. Duke e pasur sigurin si kusht, bëhet begatia. E duke mirë mbajtur sigurin, e garantojmë begatin. Dhe njëkohësisht, begatia është edhe kuptimi, edhe synimi i sigurisë. Ne nuk e duam sigurin për hir të sigurisë, e duam sigurin për hir të begatisë. Siguria e ka kuptimin të begatia, dhe begatia është dobia e sigurisë. Andaj, siguri dhe begati, begati dhe siguri, mos gjope, ju faleminderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen, mbështetjen që na keni dhënë ndër shumë vite. E me datën 28 dhjetor, i madhe i vogël, gra e burra, dje me vajza, pleqe plaka në Kosovë diaspor, votojnë i numrin 116, lëvizjen vetëvendosje, Partinë Guzo, Partinë Alternativa, Partinë Shqiptare Demokristiane dhe gjithashtu 10 kandidat në mesin e 110 kandidatëve që janë oferta më e mirë historikisht që e ka pas Kosova e pavarur për parlamentin e saj, për qeverinë e ri e që do të nisë me legjislaturën e 10. Faleminderit, ju duam fort të gjithë ne, të gjithë juve.